Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Fushkruj në lagjen e rindërtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019 dhe faktikisht këto që shikoni janë gjithë shtëpiat që janë rindërtuar nga tërmeti, ka shtëpia banesa pra dhe pallate në fund lagjes. Faktikisht kam ardhur këtu sot për të denoncuar një shqetësim të qytetarëve, jo në gjithë bllokun e lagjes, por të paktën në 25 shtëpi. Qytetarët, banorët kanë 4 ditë pa drita, sot është dita e 4. Kjo ka ndodhur për shkak se sa herë bie shi në këtë lagje, ka problematika me thikën, siç e njohin ata, pra pjesën e energjisë elektrike që ndodhet nëpër gabina dhe ata që e vujnë faktikisht janë qytetarët e thjeshtë, cilët një blok shtëpiash këtu pra, po të shikoni janë totalisht pa energji elektrike. Edhe kemi parasysh që unë kam një pyetje publike në fakt për kryeministrin këtë rast, a do jetonte ai 4 ditë pa drita ose këtë grupin e pushtetarëve, të cilët marrin këto rrogat e majme edhe dietat edhe këto përvjedhjet mos flasim, a do jetonin këta 4 ditë pa drita? Atëherë, a janë qytetarët gjithë barabartë në territorin e Republikës së Shqipërisë? Si ka mundësi që këto grup banorësh këtu, pra të gjithë shtëpiat, banorët sigurisht kanë frikë të flasin dhe unë kam dalë vetë për ta denoncuar, sepse kanë penalitete dhe më kanë thënë që kanë telefonu OSHE-n e Fushkrujës, nuk i kanë prit. Pastaj kanë telefonu Durrësin dhe Durrësi i ka thënë duhet merrni Tiranën. Ndërkohë Tirana e kanë marrë telefon Tiranën dhe Tirana i thotë shiko kush jeni, si jeni dhe merrni prap Durrësin. E kanë marrë prap Durrësin. Durrësi ka thënë po jo, ne ju dham përgjigje, merrni prap Tiranën. Pra ky lloj pingpongu që ndodh me qytetarët e Fushkrujës është i pa imagjinueshëm. Sot e kësaj dite nuk kanë zgjidhje për çështjen e dritave dhe kjo është një nga problematikat më të mëdha që ka zona sa herë bie shi, kujdes, pra nuk është vetëm kësaj radhe për 4 ditët që po flasim. Ndërkohë nga ana tjetër tek lagja Dervinëve, kur un po vija për me bë këtë denoncim, më thonë që edhe atje ja kanë ndryshuar linjën dhe tensioni është 150 volt. Kanë bler gjithë banorët atë që quhet stabilizator sepse nuk e ngre tensioni lart. Pra, këto lagje kanë 4 ditë pa drita. Imagjinoni se çfarë ndodh me këta njerëz, domethënë, dhe është e pa imagjinueshme se si nuk ka i përgjigje sot e kësaj dite që po flasim. Pra kjo është lagja dhe prandaj po zgjedh ta bëj të gjitha në këmbë për me kuptuar dinamikën. Është një lagje faktikisht që është rindërtuar pas tërmetit 26 nëntorit 2019, pra para 6 viteve që ndodhi tërmeti, dhe problematika ka përsa i përket dritave. Kjo duhet ishte i lagje model faktikisht. Nuk duhet kishte problematika me ujin, me dritat, por faktikisht tu janë 25 shtëpi minimalisht çka kam verifikuar unë. Kështu që do i bëja thirrje nëpërmjet kësaj video atyre që e kanë në dorë këtë problem, ta zgjidhin, sepse qytetarët nuk mund të jetojnë pa drita. Qytetarët janë në drejtën e tyre për të kërkuar energji elektrike, sepse më thonë që kur nuk i kanë paguar një ditë dritat, ka ardhur OSHE-ja dhe i ka prerë dritat. Atëherë si ka mundësi kush mban përgjegjësi për 4 ditë pa drita në këtë kohë? Dhe këta nuk vinë me riparu problemin, se unë e kuptoj që ka probleme, se në Shqipëri sa herë bje një pik ujë, ikin dritat. Atëherë, kanë 4 ditë pa drita dhe nuk ka ardhur kush për mi pa, kështu që merrni masa dhe rregulloni dritat në lagjen e tërmetit në Fushkruj. Ju përshëndes.